Të ngjatjeta. Vërtet kënaqësi të nderuar shikues që takohemi në Eho. Ky emision është hapësira e dialogut të lirë ku idet kundërshtohen me respekt e dallimet respektohen, ndërkohë që debatet zhvillohen me qëllimin për të ndriçuar tema të ndryshme, të lehta të vështira, të ndjeshme, ato që thjesht shoqëria i trajton. Emisioni synon që të nxjisë reflektim dhe mirëkuptim, jo të imponoj bindje apo ideologji. Çdo qëndrim është pjesë e një dialogu të hapur dhe gjithëpërfshirës, ku zëri i secilit e ka vendin e vet. Në këtë edicion trajtojmë një temë që ndodhet në ndërthurjen mes shpirtit, mendjes dhe shoqërisë. Psikologjia e besimit. Pse besojnë njerëzit? Pse njerëzit besojnë në Zot? Pse në fe? Pse në jetën tjetër, për shembull? A është feja një nevojë e brendshme për siguri dhe kuptim apo iluzion, le ta quaj, i nevojshëm? Cilat janë përfitimet e të qenit besimtar? Dhe a ekziston një alternativë, po aq e vlefshme për ata që nuk besojnë? Për të eksploruar pyetjet kësaj natyre, sonte me ne janë 3 personalitetet veçanta. Psikiatri Buri Meta, mirë se erdhët. Mirë. Kënaqësi, publicisti Pal Shtufi, mirë se erdhët. Kënaqësi vërtet. Dhe virtualisht në emision na bashkohet lingvisti, studiuesi teologjisë monoteiste, Zoti Ismail Kamberi. Të ngjatjeta. Mirë. Diskutimin do ta realizojmë pas pak. Po realizojmë emisionin Eho me pyetjen, me temën psikologjia e besimit dhe natyrshëm që një temë të tillë pyetja e parë që shtrohet është pse beson njeriu. Të fillojmë me ju Zoti Shtufi dhe natyrisht edhe perspektivën e Zotit Meta. Pse beson njeriu? A është ndjenjë, a është nevojë, a është trashëgimi apo është diçka tjetër? Me thellë ndoshta. Është më e thellë, është e largët. Ne jemi vetëm pasojë një trashëgimie, një rrjedhë historike të historisë njerëzimit. Njerëzit, pothuajse gjithë psikologët që janë marrë me këtë fenomen, pajtohen në një pikë se të besuarit ka lindur si nevojë, si mungesë e njohjes së fenomeneve, qofshin ato natyrore, edhe qofshin të tjerat ana pjesë tjetër shpirtërore, ku njerëzit, mos të harrojmë se na kur i kthehemi besimit duhet ta kuptojmë epokën në cilën kanë jetuar njerëzit në atë kohë. Domethënë, besimi ka fituar ndoshta në epokën kur njerëzit kanë hangër njëri tjetrin si mish, si delikatesë. Domethënë, kaq poshtë ka qenë vetdia e njerëzve dhe duhet kemi parasysh, s'kanë qenë institucione, kanë qenë individ caktuar që kanë dhënë ide për monoteizmin. Edhe ka qenë njëna për ideve që ka shkëlqyer në atë kohë, edhe sado e vjetër që tjetë, që lidhët me Abrahamin në duket, po, edhe sado e vjetër le tjetë e si ide, në një moment caktuar me ka dhënë efektin e vetë, si shpëtim i diçkafit, që shumë psikolog pajtohen që është formë e lidhjes me eksistencializmin e njeriut, sepse njeriu ka nevojë ta di ma shumë se për veti, ma shumë se frimarrin, ma shumë se jetën e përditshme. Ka nevojë ta di gjithë këtë gjithnaj. Sa mund të jetë e njohur dhe sa është e pa njohur. Dhe kjo intencë ka çuar njeriu në drejt edhe zbulimet pastaj shkencore. Mirë po, në rastin konkret, na kemi temën për besimin, njerëzit, besimi i ka sjellë qetësi. Besimi i ka dhënë një grim shpresë se njeriu megjithatë është pjesë e tërësisë, është pjesë e shumicës, është pjesë e planetit, madje edhe pjesë e gjithësisë. Dhe si tillë e ka ndi veten që është pak më mirë, sepse përkohshmëria e jetës njeriut është e tmerrshme. Vdekja është të gjithë i tmerron.
edhe besimtarët, edhe jo besimtarët, edhe papët, edhe imamet më të mëdhenj, edhe kushdo që tjetë besimtar, prapë më rrinë në pikën e trishtimit. Edhe thash, kjo ka shkaktu problemet të cilat e kanë trunë në njeriu të kanë shtinë lëvizje. Kemi edhe njerëz profesionistë mujnë ma shpjegu ma tutje këtë anën pjesën tjetër të mendimit. Mirë po, unë të them në aspektin sociologjik, se njeriu edhe në regionet, derisa janë ndërtu si kreatura pothuajse politike. Besimi mbetet okej. Prandaj s'është e rastësishme që sot kemi në Perëndim, sidomos në Perëndim, shquhet klasa më e madhe, më e thella është ajo e besimtarëve që s'kan fe. Nuk ka përcaktim fetar. Besojnë në Zot, besojnë në fenomenet edhe parapsikologjike madje, besojnë në shumë aspekte, por kurse si në një fe, sepse feja në mënyrë automatike kur ndërtohet, është ndërtu si institucion. Ka herë kam përdorur si shaka, është si lloj presidiumi ku është vendos për fatin e njerëzve, domethënë, në momentin që feja cakton fatin e dikujt, mënyrën e jetëtuarit, tash kemi aty është veç demonstrimi politik i besimit. Besimi si i tillë duhet mbetet sepse në gjenezë është menduj mirë dhe si i tillë asnjëri në botë nuk e pengon. Aq më pak mu personalisht. Mu më pengon kur besimi shndrohet në platformë politike, platformë kulturore. Ajo kur është derisa është kështu në ishtrirë si përcaktim shpirtëror, sepse njerëzit sa mundohemi me shpjegu njeriu qa që jemi largë për ta shpjegu. Janë fenomenet jashtëzakonshme, emocionale, të brendshme, fantazist, filozofist, shpresës, të humbjes shpresës. Të gjitha këto fenomene nuk shpjegohen vetëm në mënyrë shkencore, sepse shkenca s'kam rrinë në maksimum. Shkenca është veç në rrugtim. Edhe është shkenca ka qatë mirë se edhe zbulimet e veta dyshon. Se lejmon atë që ende se ka zbulu. Besimi është shumë normal, por kur besimi bëhet fe, aty është veç një diçka tjetër. Okej. Doktor Meta, pse beson njeriu? A ka një përgjigje, a ka një përkufizim? Absolutisht që mund të ketë, edhe përkundër faktit që unë nuk jam i thirrur të flas për aspektet fetare, religjioze, edhe përkundër faktit që unë bëj një dallim mes fesë dhe eventualisht religionit, por megjithatë do të mundohem të mbahem rreth profesionit tim si që vjen nga cilësia e ekspertit mendor, të shëndetit mendor, por megjithatë Zotri Shtufi, sikur më nxiti pak, mësova, dëgjova gjëra të reja, por megjithatë mendoj që këtu në aspektin neurobiologjik, vetë truri i njeriut kërkon të krijojë modele tjera, kërkon të krijojë lidhje. Vetë persona si konstrukt është konstrukt social dhe gjithmonë sikur të marrësh një njeri dhe ta mbash diku të veçantë, jeta e tij do të shkurtohet, do ta kesh të pamundur jetesën, për shkak se biosociologjia e tij është e nevojshme që të ketë kontakte. Dhe derisa një njeri, një person, ka nevojë që të ketë relacione sociale me ata të cilët mund të themi janë homolog të tij në kontekst të krijesës si njeri, si krijesë humane, natyrisht vëmendja e tij, përqendrimi i tij, eventualisht aftësia për të studiuar ato çështje, ato fenomene botërore natyrisht kërkon që të gjej atë krijuesin, të gjej atë mbështetjen, atë fuqinë binatyrore, e cila përveç që ka krijuar gjithçka në për të cilat funksionojnë krijesat humane dhe jo vetëm, për të cilat ne jemi këtu me diskutu, natyrisht
Do thot krijon edhe lidhshmërinë, dëshiron të krijojë edhe besimin tek ajo. Dhe në qoftë se ne kemi, është e vërtetë që kemi modalitete, kemi ndryshime nëse shkojmë nga parahistoria, nga krijimi i njeriut të parë, apo se si është krijuar bota, kemi variacione të ndryshme të këtyre religioneve, besimeve, nga ato monoteiste, nga pagane, nga politeiste, nga ateiste, e gjërat që të cilat janë të njohura për ne, por mund të them megjithatë që ndryshimet të cilat kanë ndodhur me ndërhyrjen e mendjes dhe dorës njeri, mund të themi që janë të ashtu quajtura nga ana ime, religione ku të gjithë të menduarit tonë, veprimet tua, sjelljet e tua, konceptet e krijuara, ristrukturimin tonë të menduarit, e bën në duke u bazuar në një person, siç është krishterimi te Krishti apo budizmi te Buda e gjëra të tjera. Po kemi edhe fe, ndërsa feja është të ato fe monoteiste të cilat relacioni tyre është drejt për drejt, se unë megjithatë mendoj zotëri Shtufi që është një fuqi e mbinatyrshme, ekziston diku Zoti i cili ka krijuar gjithçka, dhe është relacioni i njeriut drejt për drejt edhe me atë fuqi të mbinatyrshme. Edhe kjo është nevoja imediate për të mbështetur pra njeriu ku të menduarit e tij qanë atje që është i krijuar nga ai. Do të thotë është nevojë biologjike, është nevojë neurobiologjike, është e krijuar ashtu që ne nganjëherë kemi nevojë të gjejmë mbështetje diku në momentet tona të vështira. Për shkak të pasigurive të veta, për shkak se s'ka përgjigje. Edhe për shkak të pasigurive. Po gjithmonë në një moment të jetës tonë, sa do e shkurtër që është, mund të jetë për dikon shumë në kohë gjatësi të lartë për shkak të problemeve eventuale, vështirësive jetësore të cilat mund t'i krijon ai vetës apo të tjerët atij, të gjithë ne gjatë jetës tonë ndonjëherë kemi kërkuar edhe ndihmën e dikujt i cili është më i madh se ne, që kemi menduar që mund të na ndihmojë. Pra, është jo vetëm nevojë psikologjike, jo vetëm nevojë emocionale, jo vetëm nevojë shpirtërore që ne të besojmë diku, ne të orientohemi diku në konstruktet tona fetare apo religjioze, apo edhe jo në to, por duhet të përcaktohemi, dua të besoj, dhe këto janë kritere, këto janë konditat të cilat unë duhet të ndjek. Dhe dua të besoj, dhe unë duhet të vazhdoj kështu në bazë të koncepteve tjera jetësore, shkencore, ku megjithatë ndërthurën mes shkencës dhe fesë, sado që ka tendenca të largohen njëra nga tjetra, megjithatë diku është vendi ku përbashkohen. Pra, gjithashtu, si që thash, është edhe nevoja neurologjike, biologjike, është e krijuar ashtu që ne nuk mund të jetojmë të vetëm, por duhet të jetojmë nga nevoja e njëri tjetrit. Kështu, nëse nuk e zgjata shumë, ne edhe relacionet gjatë trajtimit të klientëve tanë, pothuajse të gjithë mjekët kanë banat e tyre, ilaqet e tyre të cilat përshkruajnë për ndonjë smundje. Janë shpesh herë janë protokollet. Për një smundje janë këto medikamente. Dhe a shkon te doktor Shtufi, më falni, apo te doktor Burimi, jo është i njëjti protokoll, por besueshmëria është nga ai në të cilën krijohet relacioni më i mirë, raporti më i mirë, qasja më e mirë, mbështetja. Është transferi dhe kontratransferi është në shkencat mjekësore që krijohet kur ju e kuptoni dhe unë e jap edhe mirë kuptimin tuaj e shoh dhe e ndi. Dhe do të thotë, përveç që kemi nevojë për njëri tjetrin, si nevojë sociale, si krijesë sociale që jemi, natyrisht kemi nevojë edhe për një objekt këtu larg,
qoftë edhe i panjohur, por me bindjen dhe me besueshmërinë që është që panjohur zot. Edhe një? Po. Të panjohur që kem nevojë për atë. Po thu tash sa tha. A mund ta quajmë zot? Po. Pse? Se panjohur. A kem kompetencë të quajmë zot? Qoftë edhe e panjohur, thash zoti Shufi, qoftë edhe e panjohur. Për mua ndoshta nuk është, për shkak se unë vi nga një orientimi imi fetar, nga një besueshmëri ime e cila është, të cilën e kam krijuar në bazë të informatave, në bazë të besimit, në bazë të trashëgimisë, në bazë të ambientit ku jetoj, dhe në bazë të qëndrueshmërisë time aty. Por këtë e thash eventualisht për dikën që mundet edhe me qenë ashtu. Okej, për ta thjeshtësuar është pra besimi, po flasim, është i lindur nga emocione, le të them, apo nga një vendim i caktuar, se unë nga tani besoj? Për të dy. Po, se fola shumë. Para kësaj, një pyetje se është profesionist, dhe na kishë ndihmu shumë, një pyetje është kretë thjesht dhe është hipotetike, nëse fëmijën nuk e edukojmë në aspektin fetar dhe të besimit deri në moshën 18 vjeçare. Çfarë ndodh me atë fëmijë? Do të krijohej nevoja e tij për një mbështetje edhe superiore. Do të krijohej, do të kërkohej. Vetiu ai ka lënë në një besim. Absolutisht po. Do të kërkohej një nevojë për një mbështetje edhe të një fuqie të mbinatyrshme cila është ajo. Tash detyrimisht, po mendoj që ambienti social në të cilën jeton, ambienti, nëse mund të themi kodit gjenetik, nga e cila ku është krijuar, nga trashëgimia, natyrisht do ta kishte masën më të madhe të orientimit, për shembull fëmiu im në islam, por megjithatë mund të ndrohej gjatë jetës, varësisht nga strukturimi apo ristrukturimi formal i të menduarit të tij apo të saj që do ta kërkonte. Po, unë kam kërkuar, unë si person kam kërkuar, po, edhe në libra tjerë hyjnor, në të gjitha libra tjerë hyjnor, dhe aty kemi gjetur të gjitha. Do të nuk ka pasur ndonjë ndikim, ndonjë efekt që deri tani pas na qenë kështu, po tani ja zbulova diçka dhe tani do të bëhem në konceptin tjetër religjioz apo fetar, apo s'do të bëhem nga asnjëri nga ta. Akoma me të menduarit tim, me strukturën të menduarit tim, nuk kam arritur deri tek një gjë e tillë. Unë mendoj me që pyte, besimi është variabel e varur, varet nga situatat, nga zhvillimi ekonomik, filozofik, edukativ, arsimor, edhe nga zhvillimi rajonal, në cilën rajon të botës je. Nuk është gjithmonë gjithkund njësoj. Edhe kemi dëshminë gjallë sot perëndimin, botën perëndimore që dallon krejtësisht nga një rajon tjetër, ose një shtet si Kosova që dallon për kuotën e besimit që ka shumë të lartë në krahasim me një shtet cilin do tjetër perëndimor, janë të pakrahasueshëm. Më thonë, faktorët edukativ dhe arsimor janë faktorët numër 1 në lindjen të quajmë ashtu kësaj nevoje. Sa më shumë të kemi institucione edukative arsimore, sa më shumë kemi zhvillim të shkencave humane, cilët orientojnë për mrekulli njeriu, me normat të reja, me zbulime gjithë më të mira edukative, arsimore, në çdo lami, çdo zhvillim, e sidomos humane. Njerëzit kanë gjithnjë më pak nevojë për besim, për transcendencë. Nuk janë këto vlerat e sotme humane, morale, sikur që thonë shumë persona religjioze janë të bazuara pikërisht në rregullat fetare. Gjithçka është lidhshmëri. Rregullat fetare ndalojnë pikërisht ato që komunistët e kanë prerë me kërshon këtë trashëgimi. Gjithçka është lidhshmëri. Gjithçka është merit edhe religione.
kur e merr gërshan dhe e prend, domethënë të bën një padrejtësi ndaj një pjesë të rëndësishme të historisë. Religioni kanë luajtur rol shumë pozitiv në krejt ato që i tha, para është histori. E kanë luajtur rol kur s'ka pas shkollë. Edhe në aspektin politik. Aristoteli edhe Platoni, krejt ato figura që i kemi në dalin, janë 20-30 të fuqishme të kohës. Po tash 20-30 i kemi një republikë të Bayernit atje në Gjermani, të ati niveli. Më thonë është shumu, kemi artet e zbulimet edhe më të rëndësishme, por baza është atje. Sa do që flasëm për filozofisë, ku do me janis pa Platonin, pa Aristotelin, pa Sokratin. Është njëjta, është edhe kjo. Gjithçka është e lidhur. Prandaj ateizmi komunist, që komunistët e kanë zbatu, ai s'ka qenë ateizëm. Ai ka qenë doktrinë komuniste, e cila ka luftu doktrinën e krishterë ose islam. Nuk ka qenë luftë mes ati që zbeson dhe ati që beson. Se në fakt komunistët që e keni pa në fund, të gjithë kthehen, marrin një fe caktuar pasi përfundon komunizmi. Domethënë s'ka qenë bindje. Atëherë çdo ndërmarrje e tyre ka qenë e padrejtë ndaj religioneve. Sepse çdo dhunë, çdo urdhër që jepet tjetër pse beson, është e padrejtë. Ama nuk është e padrejtë mi tregu profesorit që unë jam jo besimtar, nuk besoj për shembull, ose ti je besimtar, nuk është një padrejtësi, ose nuk është diçka që s'ban, ban. Vese, kur kalon prej besimit në praktikat, në praktikimin e të zonë tash e kemi islamin politik, i cili të vjen ekskluzivisht me kultura arabe vjen këtu. Tashaj po sjell diçka tjetër, nuk është besim, në besimin e kem pas. Nëse ka mujt me dalë një zot i ri, e njëjti është. Nëse ekziston, është i njëjti. Nëse më pyet për këtë temë, të them se jam kundër devijimeve kulturore. Na i takojmë hemisferës, i takojmë, dhe s'mund dalim si mishi egër mes një Evrope, çfarë është, çfarë jemi mësut jemi. Vetëm këtu e kam kritikën, se gjithmonë ma keq kuptojnë të nuk e kam. Unë ti beson bile, nëse taman je besimtar, as i pikë s'dvyn në religion. Shpeson, po, është e jote, është përcaktim. Pëlqejnë festat, pëlqejnë nata Bajramit, perfekt është e. Një ateist i mirë, merë pjesë në festën e Krishtlindje, merë pjesë në festën e Pashkve, të Bajramit, çdo festë është e mirë. Se është njerëzore, është komplet njerëzore, është produkt njerëzor, është produkt human. E ki pas i bashkojnë festat, kështë sa human është e, kur që s'ka të keqë. Por kur më qoshti me fest, me atë besimin e që e ka në sens njeriu, dhe i thu, merë edhe një copë tjetër, ajo është kultura. Për shumë na kemi islamin turk, në Turqi, a nuk është arab. E kini Indonezi, nuk është arab, është besim islam, por ka kulturën e veta, është aziatik. E qëtë i gjusë shami, ose se qëtë në Indonezi, kur farë problemi s'ka, po që zhvillimi kanë. Sepse në regull është besosh në një zot që profeti Muhammed e shpjegon si til, një Allah, besoje, asë gjë s'ka të keqë. Por të besosh në praktikat e jetës të kohës e Muhammedit, në vitet 1600, apo kur ka qenë, 400, ti çka ke sjell, çka do bëj? Tu sjell praktikat mes jetës me bëj jetën sot. Ka që thjesht është kjo punë. Një ateist i vërtet, që humanën e ka në epicentër, nuk ka nevojë me kanë kundër besimit. Ne kemi praktikisht edhe njerëz që kanë besuar, edhe që s'kan besuar, edhe muslimanët krishterë, që historikisht kanë bërë zhvillime, pra kanë evolu, kanë sjell rëjsi në shkencë, në teknologji, në këtë vend, këtë tavolinë të kam thonë, gjithandej botës. Prift është zbuluesi ideori Big Bangut, prift. Me në murët kishët ka rritë. Einstein ja pranon me vonesë, po ja pranon se Einstein ka qenë ateist, dhe ka mërzi se si është e mundur një prift. Mirë po në fund e pranon. Pranon se kishët kam tërgu, edhe herën e fund për duhet një përsërit, ka prodhu aq shumë kulturë, sa që besimi o bëj tepërt në Perëndim. Sepse ka prodhu kulturë, e ka mbulu vetë vetën. Edhe të sot besimi në Perëndim është nivelin ma tullët historik.
Po duket që për këtë keni çështje? Sa po ta përfundoni ju me zotin Kamberi se e lam? Megjithatë mund të them që të jesh besimtar, të besosh, po të mos jesh fetar. Është një koncept i paqen, është e pamundur të realizohet një gjë e tillë. Për shkak se po nuk se si duhet kështu kategorizojmë. Se si duhet të besosh janë rregulla fetare. Atër është fetare? Jo, nuk është, për shkak se rregullat fetare ty të mësojnë se si duhet të besosh në atë që dëshiron të besosh. A në Jezusin, a në Budën, a në pejgamberin Muhammed. Dhe janë në rregullat, zoti Shtufi. Pikërisht për këtë, janë rregulla se si duhet të punoni në televizionin 21. Dhe nëse dëshiron të punosh në televizionin 21, duhet i përshtatet rregullave. Krahasim shumë i mirë kjo. Ti mund të besosh kundër. Jo, ti mund të besosh në televizionin 21, më fal që po e marr këtë shembull, por nuk je pjesë e saj, po që se nuk përmbahesh rregullave, statutit të cilën e përcakton diku. A të vjen përshtypjet përqindja e ateistëve edhe agnostëve në Perëndim? Absolutisht. Unë pajtohem me ju me të drejtën elementare njerëzore të orientimit të tyre fetar, të orientimit të tyre religios, të orientimit të tyre besimtar. Po jo besimtar, nuk mund të them kështu. Unë mendoj ndryshe. Dhe pavarësisht sa do të ngritur që jemi, sa do të avancuar që jemi, edhe në aspektin social, edhe në aspektin material, edhe në aspektin shkencor, në fund të ditës ndonjëherë jemi shumë të vogël sa ajo shpirtënorja, spiritualja, apo nevoja për hyjnorën. Më besoni që në praktikën tonë mjekësore kemi raste ku po i kam gjitha të mira, jam shumë e përmbushur, por nuk po ndihem mirë, jam i varfruar në aspektin psikoemocional. Për shkak mungesës së lidhjes dhe për shkak të mungesës së forcimit të komponentës shpirtërore. Dhe komponenta shpirtërore, përveç në aspektin shkencor, që shpjegohet përmes psikologjisë, që sot e kemi temë dhe si duket akoma nuk e bën ndërlidhjen mes psikologjisë dhe fesë, natyrisht shpjegohet në mënyrë të pandashme edhe nga komponenta religjioze, fetare, nga ajo hyjnore që mund ta quajmë si përmbyllje e të gjithave. Dhe këtë që po e them, më besoni që në praktikën tonë mjekësore, sa më tepër që hyjmë në zhvillimin njerëzor, sa më tepër që hyjmë në studimin e trupit tonë, pa shkuar më larg, në kompleksitetin, në harmonin, në simbiozën dhe simfoninë e funksionimit të gjithë qelizave, indeve, organeve, sistemeve të cilat ne i kemi, akoma më shumë shtohet bindja që po. Nuk do t'ishte e mundur ndryshe përveç këtu ta vendosim edhe komponentën hyjnore si mbështetëse për dikend, si suportuese dikën tjetër, apo është mendim, natyrisht, apo si krijuese nga dikush tjetër. Unë po them, sa do subjektive për ju apo për dikën tjetër që po na ndëgjon që mund të tingëlloj, në të cilët unë pajtohem plotësisht, është faktografi, është argument, është numër, është bindje që krijohet çdo herë e më shumë. Pra, bindja ime është që sado që ne avancojmë, sado që ne lëvizim, sado që ne lexojmë, sado që ne mësojmë, në fund të ditës kemi nevojë edhe për këtë komponent. Unë mendoj që edhe për zotin Shtufi, sado që të formësimi i tij është i kompletuar, ka nevojë ndonjëherë edhe për takimin me mua, për një kafe të përbashkët të ndaj mendime. Dhe dhe inversi i saj.
Dhe gjithashtu edhe kundërta që kemi nevojë ndonjëherë edhe unë edhe ai që më thonë, edhe me mendu që po s'po ekzistoj ka ose ndoshta s'po ekzistoj. Edhe këtu është një dozë e besimit në te që te ateistët, falë që po ndërhyte ju, në punën tuaj, edhe te ateistët, që po, edhe ne besojmë në ato që nuk është fuqia mbi natyrshme, apo nuk është Zoti. Njëherë kam pyetur këtu në emision, a janë ateistët ata që besojnë se nuk ekziston Zoti? Unë dhe shpytje pak absurde, po nuk do të futemi në atë. Për këto, veç një replik të shkurt, edhe ata menoj është konstruktive. Po, absolutisht. Ato që shpjegove me anë një personi cili ka gjithë për në fund ditës, ai nuk është rahat, ato janë trazime shpirtërore, psikologjike, si që janë njohur edhe në perëndim, prandaj atje janë ndërtu institucione të përcaktume, pikërisht për këto, veç ta kryq tashune, edhe janë caktu. Ka nevojë as hoxha, as prifti mu marrë me personë që ka çrregullime dhe probleme. Çdo shoqëri i ka një kategori njerëzish që shpirtërisht kanë lëvizje. Domethënë nuk janë stabil. Unë jam për aty nuk jam. S'kam nevojë në fund ditës me besu në diçka se sot pata i ditë mirë në televizionit së një, të falë ati në altë. Unë s'kam nevojë këta me po. Por nështë ti ki nevojë, ose dikush tjetër. Por kjo është tepër subjektiv, dhe më shumë e ngushtë kjo. Tash po flasim për shifra. Çekia është numër 1 në botë me ateizëm edhe me agnosticizëm. Por, prapë ka një numër shumë të madh të atyre që besojnë, po s'janë religios. Gjermania shumë e njohur për këtë klasën që i thojnë besimtar pa religion. Dhe kjo është një kategoria më e madhe tash në perëndim gati. Po, është e kalu kjo kadale, kjo të rrit ateizmi, mirë marramendse, edhe agnosticizmi, por kategoria e këtyne që nuk janë religios, që kanë hek dorë prej kishës, kanë hek dorë prej riteve fetare, por që do në besu në diçka. Sepse, si që në mësën edhe gnosologjia, shkenca mbi njohjen, në thot që njohja s'ka fund. Dhe ty mos pas fund njohja, natyrisht se ne na tërhet gjithë një më tepër me zbulu fenomenet që s'po mujnë me izbërty. Edhe falë këti instinkti që është, që ka njeriu, atë instinktin për njohje, gjithë një më shumë. Dikush ka arrit me thonë, s'pe kap njohjen, po i thamë Zot. Ti tjetër, thot jo, unë po vazhdoj me kërku se është diçka tjetër. Dikush thot se është një regulativ i përgjithshëm që e mbanë kështu. Ku që se mbanë? Gjithë shka është në kaos. Do më thonë, qëtësinë e kemi absolute. As gjatë 5 miliard vjetë kjo tokë. Prapë është relativ, do më thonë, 5 miliard. Vjen përsëri sosja diellit, që shë shpjegojnë shkencëtarët, dhe vim përsëri të njëjta, nuk ka qëtësi. Është një diçka për dikën qëtësia që ka njerëzimit tash, i duket absolute, nuk është. Ose qëtësia yjo që i shojmë. Atje është një luftë e hatashme. Tjetër që ne na vinë mas disa miliarda vjetësh, informacionet dhe dritat kur ata e ndesh me zveti. Dhe më thonë, është një diçka që në qatë relative, ka që absolute që është. Nuk mund të kryosh, të kesh një fantazi për një diçka që është absolute që ka ndërtu dhe atë relative. Se s'ka kuptim, s'lidhët. Dhe më thonë, perëndimi, që këta e s'du mu pajtu me ty, që tha se religion s'ka, besim pa religion. Perëndimi, dash me ditë, hapin më të mirë, më të rëndësishme ka bo, tu ju friksu mu shkëput krejt për besimit, o shkëput prej kishës. Dhe vazhdo me besu, deri sa haj mendon që është e mjaftueshme edhe një ditë thot, ndoshta s'kam nevojë më. Por rritja marramendse, shifrat tash i harruan shtëpi. Shifrat e reja që flasin për rritjen e ateizmit, agnosticizmit dhe besimit pa fe, pa asnjë lloj fe. Është vula e Evropës sot. Okej. Shkurt fare, sepse po i mbetëm shumë për Zotit Kamberi. Po. Veç shkurt, kërkojmë Zotit Kamberi shumë konsiderat. Nuk dua të merrem me gjitha ato shtetet e perëndimit, edhe nuk po pajtohem se duhet të merret vetëm perëndimi si shembull i civilizimit apo diçka tjetër. Nëse ndalemi ne te çekia dhe
Hajde të bëjmë një emision tjetër të diskutojmë pra pse është duke rast, sipas mendimit tim, sipas mendimit tim, edhe popullimi, edhe vizitat, frekuentimi në institucionet fetare është duke u rritur, edhe në perëndim, edhe në lindje, edhe tek ne, edhe diku tjetër. Por, nëse ndodh ajo të, unë po e mendoj kështu, por nëse ndodh ajo të cilët po e thunë jo, hajde po e diskutojmë në emision tjetër që nëse Çekia merret shembull i ateizmit. Jo, është numër 1 në botë, nuk është numër 1, po. Por ka qenë një moment kur Çekia, ka qenë një moment kur Çekia ka qenë shumë e orientuar fetarisht. Absolutisht po. Dhe kjo është një vërtet absolute. Andaj lidhet me fasat shoqërore. Ju e dini që në Çeki janë mban edhe rekordin, mban edhe stafetën e dukurive negative të cilat zhvillohen në atë vend. Çeki? Po, pikërisht në Çeki. Absolutisht. Ta se kam dëgjuar ai sot. E lexojmë bashkë pas emisionit, për shkak se dukuritë më të mëdha negative në përdorim të substancave narkotike, në shpërndarje nga ajo në për shtete tjera, do të thotë mos vallë kemi një varfëri shpirtërore, psikologjike, emocionale që po krijohet në atë shtet, dhe natyrisht varfërohet edhe nevoja për të besuar. Është demokracia. Okej, do të rikthehemi sërish për pikpamje të tjera në lidhje me këtë temë, për psikologjinë e besimtarëve. Zoti Kamberi, si e shihni ju çështjen e besimit, se ne folëm në studio prekëm tema të ndryshme në lidhje me këtë si rrëmbullaksuese. Po si e shihni ju, a është besimi një strukturë universale në kulturën njerëzore, apo ndikohet nga kushtet sociale, historike, politike, e tjera? Pikërisht më erdhi mirë që të dëgjoj ditë këtë diskusion, se në vërtet kisha nevojë për të qasë edhe për të fokusuar idetë e mia. Besimi duhet të kthehemi në zanafillën e krijimit të njeriut për ta kuptuar besimin. Zanafilla e njeriut është ajo që Zoti e ka krijuar. Edhe kur e sill Zoti si krijesë të re nga toka, nga qielli, për në tokë, pyetja e parë që melekët, krijesa paraprake, e pyet krijuesin, çfarë do të jetë ky njeri? Mos ndoshta sikur me ato krijesën tjetër, gjin, që do të derdhin gjak. Kurse krijuesi, ju nuk e dini se ku do të jetë ky. Duke lavdëruar njeriu se do të jetë një farmisht krijesë shumë inteligjencë, duke ja mësuar gjithë ato emrat e sendeve, edhe duke i pyetur melekët, thuani ju, ato janë përgjigjur duke nuk dinë më shumë se sa ti, o krijues, o Zot. E atëherë i drejtohet Ademit, ai faktikisht i emron ato sendet e panjohura. Do thonë tu Zoti, krijuesi, na ka lavdëruar edhe se do të jemi krijesë e cila do të zhvilloj, edhe do të mendoj, edhe do të merret me shkencë, me zhvillim. Pas mirë po, kur vinë në tokë, ati duhet udhëzimi. E udhëzimi i parë, njeriu i parë, Ademi, me Havën, kanë bërë 14 fëmijë. Edhe ato bineq. Lufta në mes dy vëllezërve, Kabilit dhe Abilit, se ku do ta marrë bliznaken. Ati bëhet vrasja, njëri e vret. Kurse nga padeturia, ai nuk din se çka të bëjë me vllahun e vet. Zoti i dërgon një sorë, edhe ajo e vret sorën tjetër, edhe e grobosën edhe e fut në dhe. Atëherë ti i kujtohet se duhet me vepru ashtu. Me thënë, duhet ta kthejmë se njeriu në tokë është i paditur, i duhet udhëzimi. E udhëzimi në kohrat e lashtra ka qenë nëpërmjet profetëve. Mirë po tash, deri te profeti jon, i fundit, para 1400 viteve, po dash gjithmonë Tora, Zeburi, Injili, edhe Kurani. Mirë po para pra ka pas edhe suhufet, letrat e Ibrahimit. Gjithmonë Zoti nuk e ka lënë njeriu të hamendet, po ja ka dërgu udhëzim. Edhe tani, koha moderne,
më pak ka nevojë për disa sende. Për arsye se zhvillimi teknologjik është e zhvilluar. Mirë po ne, të kësaj kohe që jetojmë tani, si shkencëtarë, si njerëz, kemi nevojë të dimë të vërtetën. Mirë po duke studiuar shkencën e shekullit 21, edhe duke u kthyer Zoti Kamberi, e qartë, natyrisht. Por njeriu i shekullit 21 ka pyetje. Nuk kryesisht si shohim se si funksionon bota dhe njerëzit pyesin, shtrojnë pyetje, synojnë ta kuptojnë të vërtetën. Ndoshta para shumë shekujsh njeriu mund të ketë besuar në mungesë të njohurisë shkencore, por sot dim shumë më tepër se që është ditur atëherë. Është i sigurt njeriu i shekullit 21 se ekziston bota e përtejme? Mund për këtë që pyetet është interesante, për arsye se ne si shkencëtarë, si njerëz të shekullit 21, kur e shohim tash zhvillimin teknologjik, Big Bang, gjithë këto dukuri që po i shohim, edhe kur lexojmë Kur'anin, kur e shohim në suret në kapitullin Fusilet, po të njëjtën, kur e shohim në kapitullin Ibrahim 33 ajeti, po të njëjtën Big Bang, po thuhen atash kush është para, Aristarku, apo Nikola Koperniku, apo Kurani në shekullin e 7. E këtu duhet të tregohet e vërteta, mos në qepet e vërteta, se po që ajo doktrin e helikocentrizmi edhe e Big Bangut gjendet në Kuran, edhe në librin tim të fundit e kam nxjerrë. Kjo duhet me u dëshmu e mos me u qep, për me kuptu njeriu i shekullit 21 se në të vërteta që është në përdiblet e shenjtë është e vërtet, e jo fjalë boshe, ose diçka e pavlerë. E qa duhet të besimi? Besimi e kemi edhe në librin e shenjtë të Kuranit, ku Zoti e urdhëron njeriu edhe me fakte në versetin 172 të Kuranit, të kapitullës El Araf, unë ti të nxora nga qelizat e krijuesit të parë, njeriu të parë të Ademit, edhe ju thash, enestu bi rabbikum, a jam unë Zoti juaj. Ato u përgjigju, kalu bela, po gjithsesi o Zot, mos toni nesër ku të vazhdoni jetën në tokë, se nuk e kemi ditë këtë, edhe në ditën e gjykimit, se nuk kemi qenë të informuar. Edhe mandej Zoti va kërkon edhe një herë në ajetin 31 të surës Kiamet, më thonë Kiamet, ose Apokalips, edhe u thotë, ju përsëri e harroni atë që e keni dëshmuar edhe pranuar edhe betimin që e pranuar. A mban mend dokush nga njerëzit këtë premtim? Po konkretisht duhet të them se besimi është obligim për njeriu, edhe ai e ka të lirë. Mirë po, nëse nuk beson, ai e ka për vete. Nëse beson, fiton se e fiton pëlqimin e krijuesit, edhe vazhdon rrugën me një kitë, me një urtësi. Ka një pyetje zoti Shtufi për ju. I kam dy pyetje. Sa është i vjetër njeriu, lindja e Ademit? Njeriu është i vjetër në ajetin ose versetin e 1 e parë të surës El Insan, o njeri. Do të thotë ka kohë që kaloi që është krijuar kjo hapësirë, toka dhe gjithë qielli, hapësira kosmosi, që njeriu nuk njihi fare. Ajeti 1, kapitulla En Nisa, njeri. Nuk është, njeriu është i fundit për krijesave inteligjente që është ardhur në tokë edhe në hapësirë. Saktësisht për periudhën nuk dihet 5.000 vjet, 10.000 vjet, mirë po thot në Kur'an Zoti na cekton se jemi krijesa e fundit, pas melekëve, xhinëve dhe të tjerëve. Dhe kujt është urdhri se është besimi është obligim, për nga vjen? Urdhri është nga Zoti, nga krijuesi nëpërmjet librit të shenjtë Kuranit, edhe librave të tjerë. Edhe kujt? Edhe librave të tjerë që janë Torati, Zeburi, Injili, Tora, Zeburi ose Psalmet, edhe Angjëll. Katër libra. Kurse ki i fundit, Kurani, është përmbledhës i të gjithëve. Mirë. Do të thonë, ju pajtoni që Tora është
pararendësi, baza edhe e islamit edhe krishterënismit, apo? Kështu me thënë shkurt mos me filozofu shumë, Zoti në Kur'an thot inë dine indallahi islam. Nuk ka fe tjetër veç islamit. Ai unë i dërgova edhe Torën, edhe Zeburin Davudit, edhe angjëllin Isaut, edhe Kur'anin ja dërgova. Kjo është çështje besimi, kuptohet. Kuptohet, sikurse secili beson në mënyrën që ka zgjedhur ose që i përket me gjithë respekt për secilin. Profesor, si funksionon psikologjia besimtarit? Të qenit besimtar, a bën më ndryshe në mënyrën se si funksionon psikika ti? Po. Dhe këtë duhet të flas me fakte, të cilat vinë nga shkenca e shëndetit mendor, ku thuhet që të gjithë personat, të gjithë ata të cilët janë të zhvilluara edhe konceptet të besueshmërisë, ata të cilët janë fetar, ata të cilët janë praktikues të konditave të tyre fetare religjioze, qoftë edhe ato të meditimit apo shkencave tjera të cilat janë në zhvillime më tepër medituese, janë më të përmbushur, janë më rezilient ndaj traumave. Të ta ankthi dhe depresioni më të cilët ne sot çdo ditë më tepër, e më së shumti në botën perëndimore, i nderuar shtufi, janë të shfaqura, dhe mos vallë kjo është për shkak të mungesës apo të varfërisë së tyre shpirtërore, pikërisht nga largimi. Perëndimi është shoqëria e smur? Jo. Është më i shprehur ankthi dhe depresioni, po e them. Ka shkak të besimi me përmbushjen shpirtërore? Absolutisht po, për shkak se hulumtimit të shumta, qoftë edhe nga asociacioni i psikologëve amerikan, që është organizata shoqata më e pranueshme botnore, thotë që për 4 herë është më i vogël numri i vetvrasjeve të personat të cilat kanë kondita besimi të zhvilluara se sa ata të cilat janë. 7 deri në 8 herë janë më të vogla, si themi, incidenca, frekuentimi, apo i vujtjes nga këto sëmundje të shëndetit mendor, tek besimtarët janë më pak se sa tek jo besimtarët. Këto janë hulumtime, janë punime shkencore të cilët nuk bën as nga hoxhallarë, nga prisit fetar, as nga rabinët, as nga është pak më tepër në shtetet më të zhvilluara. Absolutisht jo. Absolutisht nuk kemi të bëjmë. Nuk kemi të bëjmë me sëmundje mendore. Dhe jo rastësisht. Çfarë kompetencë bëthu s'kemi në perëndim? Ku mbështetesh, se duhet më mbështet diku? Unë po them kemi më shumë, por nuk mund, ne duhet sëmundjet mos ndryj vetëm ta them këtë që edhe asociacioni që siç e thash APA po kërkon që si variabël qendërsore dhe e patjetërsueshme të futet gjatë trajtimit të personave, të trajtohet gjatë trajtimit të personave në të shëndetit mendor gjatë dhënjes së ndihmës dhe të orientohemi gjatë dhënjes së shërbimit tonë në bazë të orientimit të tyre. Dhe sëmundje moderne mundet edhe me qenë, po unë po i tregoj shkaktarët përse. Për shkak se është pra duke ra besimi dhe jënë duke u zhvilluar, kemi një rritje të trendit të dukurive natyre. Nderuar shtufi, këtu duhet të pajtohesh, për shkak se këto janë fakte... Këto janë faktet shkencore, më besoni. Nëse unë tham, te personat, tek shoqërit, tek komunitetet, në të cilat, dhe kjo është e matshme, këto është hulumtime, fute në Google, bëni një hulumtim dhe e sheh një kërkim. Dhe të thotë, në komunitetet në të cilat janë me besueshmëri, janë të orientuar fetarisht, cilat janë komunitetet numri tek ato të cilat i din. Shtetet islame edhe shtetet Amerikës Latine.
Shto janë besimtarët më të mëdhenj në botë, me përqindje. Po të ortodoksët akoma më shumë. Po s'thashtë ju? Po të ortodoksët akoma më shumë. Po s'thashtë ju? Po, te protestantët akoma më shumë. Është absolutisht. Ku janë protestantë? Kur nojnë? Po të vesh Perëndim janë. Po mirë dhe unë po thëmë, unë po e marë globin si një tërsi, o zotëri Pështufi. Unë po thëmë, edhe te protestantët. Jo, të lutem, ma beso që është e mashme, nëse thëmë, po kjo është e mashme, nëse zbeson... S'kam nevoj me besu, duhet me pas fakte. Po fakte janë fakte shkencore. Sa po të dalësh nga këtu, hynë në websajtin e APAS, që është amerikane, dhe thuhet që për 4 herë janë vetvrasjet, ato që suicidale më të vogla tek ata që besojnë se tek ata jo. Dhe këtë e thash që në fillim, dhe po ne kemi nevojë. Ata që nuk besojnë se ata që besojnë. Është më e vogël tek ata që besojnë. Më e vogël te besimtarët e kanë. Dhe kjo është e vërtetë. Ndryshimet emocionale, ndryshimet emocionale, afektive, qëndrueshmëria, forma e krijimit të personalitetit, të orientimit të tyre në personën e tyre është shumë stabile tek ata të cilët besojnë se sa jo. Po, pajtona me ta. Vesilem të tregoj çka s'pajtona. Në një të folë të shoqëria komplet është e çmendur. Po pse? Kjo është kategori e vogël e njerëzve në Perëndim që janë smut, sikur që janë smut edhe në lindje edhe gjithku në botë. Kategori shumë e vogël. Po thash për frekuentimin e sëmundjes. Po, por është prap kategori e vogël. Na s'muj me marrë shumicën absolute, me harruan mu marrë me kategorinë. Po jo, po është smurë psiqik, edhe shpirtëror, smundjet të dyjat, janë të njohura në histori. Kjo janë smundje këto. Po, çfarë do që të kanë qenë, janë të njohura, janë çrregullime. Ato kanë ndodhur histori gjatë gjithë jetës, kanë provuar me feja përmes ekzercionit, me domethënë janë nxjerrë dreqin prej trupit në dhunë, veç ta krytash. Nëse ju tentoni me quj si sëmundje moderne, apo? E sjell zhvillimi. A di pse kemi diabetin si sëmundje aktuale tash, si sëmundje moderne po e quajmë. Se ka sheqer mjaft. Po jo, se pa... Ato telefonin cili do që e keni duke... është abuzim, është për shkak të abuzimit me ushimin e pashëndetshëm. Dhe njëjtë kjo, abuzimi me konturat sociale jo të shëndetshme, me mungesën e besimit dhe plotësimit shpirtëror, që në fund kemi nevojë për te edhe unë edhe ju, bën rritje të frekuentimit të këtyre sëmundjeve të shëndetit mendor më shumë. Plotësisht pajtona. Vese, kjo është pjesë e një kategorie të vogël të njerëzve. Jo shumicës. Nëse kemi shumicët që mendu në Perëndim. Janë kategori në veti. Dhe ti mund shmë më thirë në dhana shkencore të Perëndimit dhe unë të pajtona plotësisht në ta. Por nesë më folë për këtë kategori. Në të folë njerëzimi. Pyetja është njerëzimi, jo, një kategoria smutë e njerëzve. Po flasë për njerëzimin. A di pse po flasë për njerëzimin? Jo, tash njerëzimi s'janë shmendur. Po jo, nuk janë shmendur. Si folë për kategorinë e njerëzve që kanë çrregullime dhe kanë nevoja caktuar shpirtërore ose psikologjike. A di se si bëhet kjo lëmtim? Aja është tjetër se. E keni një shkputje. Aty nuk ta kontestoj. Po është fakt shkencor. Jo, vetëm të ti nda. Kategoria që kanë probleme shpirtërore dhe psikologjike është kategorie vogël njerëzim. Mirë, ndalë që të lutem veç një pyetje të shkurt. Gjatë anamnezës tonë, gjatë marrjes së historisë tonë, vetëm them, kjo kategori, në këtë kategori të cilët kanë vujtje shpirtërore, ta them kështu më botë, kanë ndonjë preokupim emocional të shëndetit mendor, në këtë kategori, veç në këtë kategori ndalo, aty ka edhe besimtar, ka ata që besojnë në të gjitha fetë. Po numri më i madh i tyre është ata të cilët nuk besojnë. Këtu. Po. Jo në Kosovë, po flas për botën o burr. Kjo është një kategori në vetë, apo pajtonë? Jo. Brenda kësaj kategorie, veç kuptoma se si bëhet një... Që tu deshte me të? Veç kuptoma se si bëhet një eksperiment shkencor. Shumë rregull, aty pajtona. Se im të folë brenda kësaj. Aty si për, nëse ne të tre kemi anksiozitet që të shprehur. Tendenca është, tendenca është më shumë me qenë e shprehur tek ju dy,
të cilët nuk besoni, më falni, se sa të unë që so besoj. Edhe kom një përshtet. Të lutem, lejo si një koqer të marrë një shembull. Kjo është zotë Shtufi, shembulli se si bëhet eksperimenti shkencor në këtë çështje. Aty s'ka, unë hi me shkencë më shtyja se ja. Po, të lutem. Unë me kategorinë po flas. Me këtë kategori unë nuk diskutoj. Po brenda kategorisë ki pa besimtarët më shumë. Nëse tema është kategoria e smundëve, ne folim pastaj edhe këti alo fjalën e parë. Shembuj mund të Po jem të fol për njeriu si njeri, njerëzimi në aspektin psikologjik, a ka nevojë për besim? Po përmbushja shpirtërore është e barabartë me besimin? Unë thash po. Përmbushja shpirtërore, çka është përmbushja? Është përmbushja për me njërin dashuri. Edhe përmbushet në mënyrë fantastike. Ndryshojnë edhe hormonet. Është përmbushje. Pse duhet me qua ta në qjelle? S'është e qjellit. Kur s'ke dashuri, do të thonë ta ka ndalë Zoti. Që hinë gjunak ta që besojnë. Të thotë, nëse se mujtë mu dashuru, do të thonë ma ka ndalë Zoti atë punë. Jo, ki munges tua tash, a është munges aftësia, apo pamja fizike, a emocionet tua, apo qasja gabushme që e ki ndaj femërës. Apo është kategori e njerëzit, njerëzimi ndahet 100 milion kategori. Dhe 100 milion... Nësë mujmë dashmi i fut krejt në një, na im të folë, për njeriun si shumicë. Dhe 100 milion procesë dashurish. Edhe ato. Format ndryshme të dashuruare. Por du me thonë me këta që njeriu ka dashuri, ka njeri që është i çmendun i dashurum pas kafshëve. Ka njeri që i dashurum pas natyrës. Gjithë shka bënë për natyrës. Pasionet janë. Të në gjana që ai ka mrena vetë vete, sa është orientimi i ti personal. Po ai nuk është orientimi i botës. Bota se ka që atore ku me marrë me pas që asë njerëz me dash natyrën së kërë dojnë disa njerëz tjerë. Pa e nuk ndodhë. Pra ndaj, kategorizimin e njerëz i ndanë që kanë probleme shpirtërore, mas shumë të i ka probleme shpirtërore përëndimi, sepse është demokratizu, ju ka dhonë mundësia njerëzve dhe është zhvillu. Ta është në zhvillim, dinamika, ta është ta dinamika është zhvillimit. Është pak më shpejt se dinamika e perceptimit ose absorbimit të njeriut ndaj zhvillimit. Ky është problemi perëndimit. Është tepër shpejt që tash mua të më pengu dinamika e zhvillimit. Mu personalisht, së në të mujtë me ndjek, ditë ka mu frustru. A din që tha Bill Gates? Dinamika e zhvillimit është globale, nuk është vetëm të perëndimit. Ja, perëndimi ka. Ai globali është çka të pranë. Aty s'ka i gare. Jo që keni dashuruar në perëndimin. Jo, s'ka dashuruar, jam formu atje. Edhe, është puna që, kur ndahen të mirat, është shumë letë mi nda. Por du të me pranu që në një shoqëri demokratike, ku njeri është i lirë me thonë që kam probleme psikike. Të nësë të kërkush që ka probleme psikike. Ose ka probleme shpirtërore. Asë njeni së thotë, ka anksiozitet, asë njeni se pranë. Shumë për relativizon. Po pëse po thunë asë një kërën gjithdo ditë mere me 20 pacienta një vitë religios, apo jo? Jo, s'ka rëndësi të kjo vjen, shkën gjithë. Të unë jem pacienti, por a është pacienta, a përkuton, nëse në volë për pacienta. Që të është puna. Pacientit e ti qelet, flet, nuk flet me mu. Ata pacienta janë njerëz më Dërsa në perëndim, del në televizion të regon që ka probleme. Këtë problem, këtë shta mërmenja. Edhe këtu po del. A kupton? Po edhe këtu kanë me dalë, kanë me... Qka e relativizon këta nëse ai ka dalë në perëndim raportin me Zotin? Nuk e shti, du të një ata, pse kanë shku ka shumë në shkalla ateizmit, shkalla e këtyne... Po ka shumë ka shku dhe shkalla e varfrisë emocionale ati në ashtë. Qysh? Kraha saj dhe varfria shpirtnore. Ku? Në përëndim? Përëndimin tuaj. Po ti e ki interpretimin, ata se minojt dhe janë njerëzit... Shkenca po thoshtu, shkenca shkencore. Ta thojnë njerëzit të islamit politik, cilët e kanë target zhvillimin e përëndimit, kulturën e përëndimit. Asnjëherë nuk folë Jo, po që kjo është target e aty, ne? Kjo është problem esencial i joni. Zotë unë po flasë për targetin shkencor. Ja, së shkencore, Unë po thom shembullin që ka që janë të shmendun përëndimi, që ka që janë të varfër, me shka matët varfëria shpirtërore? Po varfëria shpirtërore matët me sulmet ndaj vetës. Me sulmet ndaj... Ka një shifër. Ka në shifër. A të thash që ka? Ka në shifër. Dë me thonë, ato e një kategorie vogële e parancishme. Brenda qasaj kategorie, janë më pak frekuentus
antarë të qasaj kategorie janë më pak ata të cilët janë besimtarë. Besimtarë. Pajtona. A di pse? Faleminderit. Se besimi, Në rregull, faleminderit. Besimi. Se janë të papërmbushur, janë të papërmbushur në fund të ditës. A muj me thonë pse? Po. Që kjo është besimi. Që ka thonë Marksi për besim. Ashtu për gjumë. Që ti në gjumaj. A i s'pyt. A ti krynë halët me njëherë. Marksi Ti ka plotson thonë, ëndrat. se pikrish Marksi ka qenë jo fetar. Po. Ka qenë jo ateist. Dhe nuk mundesh me ma ta mora me marë qëllim- si edhe objektive. Ta vora me qëllim Marksin që me gjithë atë është njeri për sa i përket filozofisë, është në rangun e lartë njerëzve. Mirë po, ta dhash këta që ti kur ta fiton një besim caktum, natyrisht se ki mund qëtësu. Sikur që atje në Buda, atje pajtohet me mënyrën e tina. Por, shkenca nuk e ka këta. Po donë shkenca me ta dhonë besimin ti mrena vetë vetës, për vetë vetën, dhe për mikun, dhe armikun, dhe cilin që e ki për atë. Për njeriun. Shkurt se Kjo është duhet kaloj intensa një tem femre. Po, tjetër. të shkenca, të lutem. Është e vërtet që historikisht, pikrisht për shkak të karakterit shkencor të psikologjisë me që është tema, mund të flasim edhe për fizikën, edhe për matematikën, edhe për kiminë, edhe për biologjinë, që janë akoma më të afërta me faktës shkencore. Po jemi këtu të psikologjia. Pikrisht historikisht, për shkak të kësaj konceptit shkencor të psikologjisë janë munduar të ndahen, ndarës të shpjegojnë proceset e sjelljes, proceset e karakterit, proceset e etikës, e të moralit, e të konstruktive të në të menduar. Veç psikologjia, veç e. Por, gjatë zhvillimit ditë më tepër, shtohet tendenca e afërsisë pozitive në mes të saj. Mes lidhshmërisë, bile shpesh, llogaritet për shkak që psikologjia i studion proceset e të menduarit, proceset sociale, proceset e sjelljes. Aty është edhe feja. Do të si pjesë e pandashme edhe e shkencës së psikologjisë. Edhe unë absolutisht, kjo është e vërtet absolute, dhe është absolutisht e vërtet që brenda vetë fesë ka fakte shkencore jashtëzakonisht të mëdha. Për shkak se që të dy i zhvillojnë këto procese, që të dy i spjegojnë këto procese. Dhe absolutisht edhe psikologjia i spjegon proceset shkencore. Jemi pjesë të trashëgimisë njerëzore. Shumë e rëndësishme. Por ndeshta veç ta përmbyllim me çfarë pjesë. Asgjë s'është absolute. Këtë kontekst du me thanë, merë në normale zhvillimin teknik, teknologjik dhe human njerëzimit, i cili një pjesë nuk ka nevoj për besim. Merë në normale, është një ma normal. Dhe, sikur që na e marim normale besimin ta. Mirë po, mos duket çrregullim. Ateizmi nuk ka çrregullim. Ateizmi është bindje, dhe nuk është as parti, nuk është as doktrin, as ka urdhra, as ka rregulla. Ajo është ateisti i vërtet është... është liri e jotë, ja. Dëgjoj, vetëm ideja ime është. Ide, e të menduarit. Unë nuk e përfaqësoj e të funksionimit. Me ateizmin tim. Unë as ateisti më i madh i botës nuk përfaqëson ateizmin. Ai përfaqëson vetëm vetveten. Ky është ateizmi. Është bindje personale. Mirë po, si bindje personale, mos mu pa mo si armike, si diçka që është jashtë njerëzore. Jo, është bashkë njerëzore. Asnjëherë nuk u diskutuar. Jo, veç jam të bon apel, se kjo pjesa që bota perëndimore, e Japonia, e Kina, e shumë shtete tjera, që kanë mri kuotat e ateizmit mbi 50%, si që është Çekia në shkon në 72%, nuk janë ma keq. Do të bëjmë një rëntim në Çeki, sepse atëherë unë sot mora një informat shumë të rëndësishme dhe kjo më bën që ne perimet i futemi ullumtimit që pas ka arsye se pse në Çeki me të vërtetë dukurit negative janë më të zhvilluara se sa në pjesën tjetër e perëndimit me që po keni ju me thonë. Për shkak, unë po mendoj, për shkak të varfërisë shpirtërore ku po mbretëron në atë shtetë. Jo, unë e kam bërë shumë shpejt, absolutisht, për diçka, se atje kur përfundon komunizmi,
kur kam vizitu Çekin, në vitet 90-ta, aty kam pa se çfarë dami ka bën komunizmi Çekisë, se ne s'ka pasur na bën. Neve s'na ka pas sjellë të mirë. Është mos besimi. Se neve, jo s'lidhet me ata. Jo, njerëzit sot nuk jo s'lidhet me ata. Neve do komunizmi na ka shkollu, na ka bën me shkolla, me dije. Ndërsa atje, komunizmi, dijet, kulturën, nivelin e lartë të zhvillimit Çekisë e ka rënu. Domethënë, sikur që ka rënu Gjermaninë lindore. Se Gjermania dhe Çekia kanë pas të njëjtin nivel zhvillimit para luftës, para dytë botërore. Dhe tash, kur bie muri i Berlinit, bie komunizmi, çekët kanë pas një, ti thojmë çashtu të përdori fjalë, një yrysh shumë të madh drejt kapjeve më të larta që i ka perëndimi. Kanë pas edhe një xhelozi se s'ban këta me na kalu neve. Na duhet me mbri këta. E çajo përpjekje, çajo luftë ka shkaktuar shumë probleme. Sepse është shumë e shpejtë, është jashtë natyrës njeriut. Njeriu ka një natyrë të zhvillimit më të ngadalshëm. Dhe kur ka përplasje, ka dhe devijime. Si që janë për shembull përdorimi mjeteve narkotike, është pjesë, është karakteristikë themelore e perëndimit. Shtetet diktatoriale s'ka ato probleme. Shkon në Koretë Veriore, s'ka problem. E ki problemin në perëndim. Shkon në shtetet e lindjes, për shembull dhe shtetet islame, s'ka, si shko kryt për një veprim të tillë. E ke qartë, momentet që demokratizon, lirohen shoqëritë. Kur lirohen shoqëritë, ki edhe negativizma pa fund. Edhe ka. Unë pikrish kam raste të cilat pikrish në vendet islame ka abuzuar me substancat të tilla. Por janë më të pakta, janë më të kontrolluara. Ka vend islam demokratik. Po jo, se ka forma të ndryshme realisht, varësisht nga kultura, sikurse e përmendet më herët. Ka kultura vendore dallohet. Demokracia s'është kulturë vendore. Atëherë ne jemi tu e kesh kuptuar edhe konceptin mbi demokracinë. Për shkak se atëherë mjerët ato popoj që kanë më të zhvilluar demokracinë dhe më të zhvilluar këtë dukuri. Popoj që nuk vinë me udhëheq procesin e demokracisë. Procesi i demokracisë ka ligje. Nëse ato nuk i ke... Këti emisioni vërtet i takon të flitet edhe për demokracinë, por sot nuk është tema. Zoti Kamberi, do t'ju inkuadrojmë edhe njëherë. Si e shihni ju, si ndikon besimi në rritjen e përgjithësisë qytetare të individit përballë të tjerëve dhe përballë vendit? Dësha të lidhem deri te asaj që u diskutuar, vetë Freudi... Sepse po shkojmë te minutat e fundit, nuk do doja që të rikthejmë edhe një herë temën, po shkurt të jap një mendimin tuaj, të lutem. Po, vetë Freudi me tezën e tij, doktrinën e tij psikoanalizën, ai e cila edhe sot po përdoret, ai vetë ka dështuar në familjen e tij. Cilën doktrinë edhe një herë të lutem? Unë mendoj që edukimi është ai që është problem. Cilën doktrinë edhe një herë patët fjalën sepse nuk e dëgjua mirë. Psikoanaliza, teoria e Freudit, e cila përdoret edhe sot në psikologjinë moderne, ajo është faktori numër 1 që paraqitet probleme. Vetë Freudit i ka paraqitur probleme në familjen e tij. Edukimi ai që ndikon në perëndim është absurdi. Ne, si profesor të gjuhës frenge, e dim historinë e Albert Camus me absurdi. Edhe më në fund ai vetë vërtet. Edhe në Shqipëri është ndaluar vepra e stereospasës. Pse? Për shkak se numri i atyre që kanë vranë ndikimin e kësaj vepre janë vetë vra. Vetvrasja në Shqipëri është rritur shkak i veprës së stereospasës. Pse? Kanë ardhur në probleme edhe në absurd. Nëse gjeni dëshmi që vepra stereospasës është e ndaluar në Shqipëri, unë ta paguaj një pushim në Shqipëri për një 2 javë ditë. Ki primi prej France e në Shqipëri. Edhe prej Shqipëri më kthy në Francë, veç gjejma dëshminë që libri stereospasës është i ndaluar në Shqipëri. Kaq. Tirana oficiale ndalon veprën në për biblioteka, në për shkollë. Në cilin vit është e tanishme apo më hershme? Jo, pas rënjes së komunizmit.
Mirë, do ta verifikojmë. Për pyetjen time, zoti Kamberi, si ndikon besimi i individit përballë përgjegjësive të tij shoqërore, për njerëzit të tjerë apo edhe për vendin? Ja që u biseduar rreth vetvrasjes, besimi është e kyç për të vendosur njeriu a duhet vetvritet apo arrin në pesimizëm. Njeriu besimtar, duke e ditë vizionin se e pret jeta tjetër, edhe gjithçka që është në këtë botë është e kalimtare, edhe çdo vështirësi kalohet, edhe nuk është nuk i merr tragjike si japonezët, rash nga provimi për në fakultet, edhe kthehet edhe vetvritet, edhe në perëndim dështimi i çdo senit, po nuk duhet ta anashkëllim edhe popullin ton shqiptar në trojet tona, që vetvrasjet po rriten nga biznismen të pasuksesshëm ose të futur në borxhe të mëdha. Edhe ata duke mashtruar edhe ardhur deri te ajo pikë që ai nuk mund të del nga ajo situatë edhe vetvritet, mirë po ai është besimtari dobët. Besimtari duke ditur se nëse vetvritet, ai shkon në ferr, në xhenem. Po mirë, edhe ai e ka vetdijen e lartë. Tema në fakt shumë dikon edhe në sepse shembuj personal mund të gjejmë çfarëdo gjithandej. Në të vërtetë më pëlqeu se të dhëna shumë të sakta se numri i vetvrasjeve te shoqëritë, te popullata besimtare është drastik i ulët, kurse te ajo modernja është në nivel të lartë. Nëse e krahasuan Japonia mban numër 1 në botë. Për shkak se ata janë të një besimi budist, edhe ai besimi budist është vetëm në doktrina. Jo, doktrinën fetare, unë jam përpjekur për herë që doktrinat fetare të mos i interpretojmë sepse është çështje e besimi personal të individit, të besimtarit, dhe këtë unë respektoj fort të gjitha besimeve çfarëdo që ata besojnë, dhe nuk do të interpretojmë doktrina fetare, sidomos jo të atyre që nuk i kemi prezent për dhënë mendimin e vet, janë apo nuk janë. Pajtohen me ju kretësisht, ashtu është, mirë po ja që vetë ata e deklarojnë se të shtetet tona, të shoqëritë tona, edhe ato bëjnë hulumtime shkencore, edhe për të arritur deri te vërteta pse populli i tyre është duke e bërë këtë akt, edhe numri rritet sa më shumë. Është në pije që vetë ata e deklarojnë se ne nuk kemi të drejtën të flasim për të tjerët. Mirë po kjo është e thënë e tyre. Faleminderit shumë, zoti Kamberi, për këtë temë të njëjtë, parimisht, çfarë ndikimi ka besimi i individit në relacionin e tij me shoqërinë, me njerëzit e tjerë dhe me vetë shoqërinë? Absolutisht pozitiv. Pozitiv në kontekst të zhvillimit të karakterit të tij, në zhvillimit të personalitetit të tij, në kontekst të zhvillimit të formës së sjelljes së tij, të konstruktimit të menduarit të tij mbi procese sociale të shëndosha. Në bazë të besimit që ka, apo në bazë të setit të rregullave që i ofron feja? Në bazë të besimit që ka, dhe të kuptueshmërisë së drejtë të atyre koncepteve fetare apo religjioze. Është shoqërore? Absolutisht shoqërore, po, se pikërisht përmes saj, absolutisht ndikohet në mirëqenien. Pyetja ke në aspektin feja religionis ndikohet, do në thash, absolutisht pozitiv në të gjitha këto, pa i mohuar kushtetutën, ligjet e ato tjerat. Do të thotë, unë derisa po flas në superlativ, se po ne duhet të jemi besimtar, dhe duhet të jemi të orientuar nga hyjnorja, nga çështja shpirtërore, të kemi edhe shpjegim mbi çështjet spirituale, nuk do të thotë që unë po mohoj rregullativat, standardet shtetënore të cilës ne i takojmë. Bile unë kam qenë njëri nga ligjvënësit në legjislaturën e kaluar dhe kam qenë mbështetësi të gjitha ato. Por nëse pytem për çështjet
religjioze fetare, se si ndikojnë, unë mendoj që absolutisht ka ndikim pozitiv në mirëqenjen sociale, në shëndetin mendor. Ne pa kemi shumë organizata humanitare që janë pikërisht të nxitura nga aspekti religjioz. Kjo është vërtet, jo vetëm te ne. Dhe unë nuk në shumë vende të botës. Dhe po që se arrim me i shpjegu mirë, drejt, logjikshëm, objektivisht, unë mendoj që kemi vetëm të mira nga to. Edhe nga ato organizata të cilat kanë qenë këtu për çështje bamirësie, për çështje mbështetjeje, jo vetëm formale, materiale, po edhe në aspektin social ka po, në mbështetje të është një pyetje, më kishë ndihmu këtu, mu ma shumë si përgjigje jotja. Shtetet që njihen në botë, popull që njihen në botë me besim dihet, janë statistikat të caktume, cili shtet beson ma shumë, cili popull botë dihet, cilet janë, mos t'i numërojmë, janë shtetet islame komplet dhe tot Amerikës Latine prinë botë për besim. Pse po e mohon besueshmërinë e perëndimit në krishterimin? Nuk thashe mohoj. Besimi ka me ekzistu gjithmonë. Absolutisht. Kupton, besimi mund me radhë në shkallën minimale. Para besimit ku është e natyrshëm me ekzistu të një 10% e njerëzit, 15%. Nuk ka njerëzimi qëtësi. Se është në andra të jetu. Unë falë që du të me thonë këtë vërtetën. Dhe sa të jeton në andra, ki problem me realitetin pastaj. Sepse këtë kanë, për ta ishte pyetja, pse shtetet që kanë besime shumë kanë probleme me ligjet, kanë probleme me kulturën, kanë probleme me mirëqenjen? Unë thash jo. Faktet shkencore, eksperimentet shkencore. Jo eksperimentet, ty janë të pyet. Shtetet islamike dhe shtetet Amerikës Latine, të dy palët, a kanë raport të shnosh me shoqërinë, me ligjet, me rregullat, me... Po, absolutisht po. Po. Do më thonë atje funksionon demokracia, ligjet, krejt. Po funksionon ligjet të cilat i bën kushtetuta e shtetit të ti, po cila është në nuk i di. Po që se di? Po është intelektual ti e di çfarë kushtetutë ka Irani, ka Arabia Saudite, ti e di. Mirë, po problemet... Jo, s'ka lëviz, reform po, janë të jetë, sidomos Arabia Saudite, unë menoj që për 20 vjetë kam u vrejt shumë. Mendimi im për një vend... Se kam respekt për këtë princip. është shumë modern. A i sot të mujtë me lëviz lokomotivin, se është shumë e vjetër. është i motivuar nga besimi, po flet për princin Arabi Saudite. Edhe besoj që aty, por aktualisht, na kemi qëtë problem në shtetet që ti përmenda, edhe në Amerikën Latine. Pse është kjo tendencë, Zotër Shtufi, pse është kjo tendencë... Jo, së tendencë, ose o faktës ose është. Po, faktet flasin ndryshe. Deri më tani, nga fillimi e emisionit, fola për faktet... Jo, jam të folë, vetëm pyetjet që bëna. Po, që tash më lejo të lutem. Për faktet, eksperimente shkencore, matjet e prekshme, ku mirëqenja sociale është më e fortë, më e zhvilluar në komunitetet, në popujt, në të cilat besueshmëria e tyre në fe, në Zot, në pavarësisht cilat janë, ku besojnë ata, është më e fuqishme. Është më e... Po, unë s'po e ndaj botën. Jo, ndaj e së ndamë është. Që s'po e ndaj? Po e ndamë është. Për shkak se ju ose është, ose s'është. Po nuk është. Qysh, do me thonë, nuk është Gjermania, Franca, Italia, perëndimi, është i njëjtë me shtetet arabe? Për çfarë konteksti o burë? Për pyetjen që ta bëna. Për relacionin besimtari, a është në funksion? Besimtari në vendet arabe, që i takojnë fesë islame, është njëjtë e zhvilluar se sa tek francezët, e tek anglezët, e tek gjermanët e të, e tek zvisranët, ku ju pas njëtuar, është njëjtë e zhvilluar, por vetëm konditat fetare të tyre ndryshojnë për shkak të orientimi tjetër, të krishter... Se kondit që njëjtë e zhvilluar? Po jo, po se keni ditë... Po, vetëm po e thonë, por mirëqenja sociale është më e zhvilluar dhe më e qëndrueshme, është më e krijuar
Pa e ndo këto Shkupe Shkodër, Perëndim e lindje, deri e jug. Po jo, po unë nuk po e ndo, unë po thomë, tek ata religiozët është më e zhvilluar se sa tek jo. Unë e di që për ty, për ju e mu, me na marrë dhe me na qu, me jetu në një bot atje ku po e thonë jo në Iran, e kemi të nështë të pamundur. Por për ta, nga percepcioni, nga perspektiva e të menduarit të tyre logjik, është në rregull në gjë e tillë dhe është i kënaqur dhe jeton mirë dhe jeton i lumtur dhe më i lumtur se unë sa ti. Prandaj gjithë ikin Perëndim. Jo, po jo gjithë, kjo është shumë S'mujnë gjithë, s'mujnë edhe ne. Nëse s'mujnë mos e thuaj. Dhe jeton shumë më mirë se sa unë e ti në një demokraci të tillë. Okej. Për shkak se ne jemi duke i keq interpretuar dhe keq kuptuar konceptin mbi demokracinë. Nëse deri tash u thua se në vendin demokratike është zhvilluar ateizmi, po droga, po anksioziteti, po sulmet ndaj vetës, suicidale, po atë nuk jemi në rregull diçka. Çka ndodh kur njeriu ndryshon besimin fetar? A ndryshon bashkë me të apo ndryshimi që ai ka pasur ka diktuar ndryshimin e besimit? Pikrisht këtu kemi dy çështje të ndryshme. Kemi 2-3 mund të themi. Ne mund të konvertohemi, mund të shndërrohemi në një bindje tjetër fetare, nëse jemi në një ambivalencë, në një dojmë apo s'dojmë, të jemi apo mos të jemi këtu në të cilës i takojmë. Jemi të paqëndrueshëm në fenë në të cilët gjendemi. Dhe dëshirojmë diç tjetër. Ç'është ishte pyetja më fal? Si ndikon pra besimi, po e them. A ndryshon njeriu ndryshimi i besimit të tij? Apo këtu kemi e përcakton ato? Është interesant si pyetje. Këtu kjo ndodh, kjo është e para kjo të cilën e thash. Kur nuk jemi rahat këtu ku jemi, në bazë të mungesës së njohurive apo diç tjetër. Ka edhe shkencëtar të tjerë të ndryshëm, nuk është për ju, të lutem mos më keq kupto, që dituria e mangët të çon deri në pabesim. Dhe si që thash, kjo ambivalencia mund të ndodhë edhe të personalitetet ata të cilët janë më suggestiv, më të ndikueshëm, më të manipulueshëm. Po, e ndron për një interes apo për një interes tjetër, pavarësisht që është ai nuk duhet ta specifikoj. Apo mund ta kemi, sikur ata të cilët kanë lindur ashtu siç kanë lindur në komunitetin e tij të cilën ekziston dhe në bazë të hulumtimit të tij, në bazë të leximit të tij, në bazë të studimit të tij, në librat fetar, në konditat shkencore, fetare, religjioze, ai orientohet shkencore dhe fetare. Pothuajse e njëjtë. Shumë ngjashmëri, jo të njëjta, po të ngjashme. Do të thotë orientohet në ateizmin, orientohet në besimet tjetër. Kjo besimi tjetër, ndron diçka të çaj personi ishte pyetja. A ndron në esencë të vërtet diçka? Jo motivet cilat janë. Që i shpjegoj motivet. Po ndryshon në sjellje. Për shkak se unë nëse jam religjios, jam i besimit fetar, islam, po. Për shkak se tema... Po, absolutisht, procedurat, absolutisht, konceptet, modalitetet e praktikimit të koncepteve religjioze ndryshojnë. Shkon në kishë ose shkon në xhami. Shkon në sinagogë ose shkon te lopa. A vazhdon me besu në Zot? Vazhdon me besu në të cilën ai është orientuar. Muslimani beson në Zotin, absolutisht. Ai krishtieri beson në Jezusin. Po Jezusin apo Zotin. Po çaj është Jezusi për ta, Zoti. Ai tjetër beson në Budën. Ai tjetër atje pak më larg beson në atë kafshën lopë besimtar ndaj Zotit kur kalon me një fe tjetër. Nuk pa qëndrë, po, unë mendoj po, për shkak se pa qëndrëshmëri manifeston një pa qëndrëshmëri, si që thash, te motivi ku është ambivalent, dhe as atje nuk mundet me qenë ashtu. I pa bindur realisht, ka qenë... Po kjo është ambivalenca, që po e besoj apo s'po e besoj. Dhe as atje kur të shkon nuk është ai më i devotshëm i mendshëm.
Ai mund të orientojë, ka të drejtën e vet. Ose për shkak të suggestivitetit. E bën tek diku tjetër, dëshiron të bëhet edhe rabin, po nuk është më i devotshëm. Do të thonë shqiptarët që kanë kaluar në besim musliman, sipas kësaj teorie nuk janë aq të devotshëm besimtar. Shqiptarët, nëse kanë qenë më përpara musliman e besimtar në islam, se so para paganizmit të ilirëve tonë. Paganizmi diçka tjetër. Monoteizmi. Ne të folë për monoteizmin. Nëse monoteizmi ka ekzistuar para paganizmit, para tek shqiptarët. Po. Monoteizm para paganizmit. Po. Ne kemi qenë të besimit monoteist para që ilirët një pjesë e pjesëve ilirë që kanë qenë pagan, ose politeist. Dhe këto dyndjet e ndryshme politike të cilat po i quhen të lëvizjet e ndryshme, në fund ka bërë që po shumica e shqiptarëve të jenë prap në identitetin e tyre të cilit i takojnë islam. Pa cenzuruar, mos të keq kuptohem këto, pa cenzuruar apo pa inhibuar të drejtën e tyre që po kemi edhe vëllezërit tonë të besimit krishterë, edhe të atyre krishterë katolikë ortodoks, edhe të atyre të cilët janë ateist si që ju. Sot i shtufisisht një këtë që folim krejt në fund fare. E ndryshon vetë njeriu kur e ndryshon bindjen fetare, esencialisht. Shiko, tash, unë kam qenë fetar, kam qenë besimtar, kam tregu atë histori, edhe e njoh. Kam kompetencë mbi atë që e shpjegoj, sepse kam përjetu. Ndërsa një fetar që kur s'ka ndryshuar ose një besimtar nuk mundet me interpretu një ateist. Sepse s'është ai. Ai se një atë botë. Megjithatë është botë. Është bindje. Edhe po, këto ndryshimet, unë e kam mendimin tim për këto. Edhe pajtona plotësisht me ta, se janë momente caktuar të shoqërore të cilët njerëzit e trazojnë. Kalon për një besimin tjetër, ty shpresu se aty është e gjenë vetën, është ma mirë. Edhe kjo është subjektive dhe shumë mirë kur e gjenë vetën, shumë aspekte feja lunë rol pozitiv kur e rahaton dikan. S'ka lidhe, a është e vërtet, ajo asë është. Ajo është rahatu njëri. Gjendet në shtratën e vetë, ku e ba gjumin e kësa jetë dhe në regull është. Mirë po, të ne, që është aktuale edhe kjo e ndrimeve, nëse në substancë nuk ndryshon diçka, në substancë, në është fjale atash, nëse unë ja kësha shtru vetit një pytje pse e bëj, sukur që i kam shtru vetit pse ateist. Të mos hapim shumë tema, sepse minuti i fundit fare është. Deshta me ta bën, edhe kisha desh me i dizë. Shkurt e ludo. Thuj, qka? Pse e bën? Pse e bëjnë? Po. E janë motivet. Si e bën? Trazirat janë. Pse e bën, si e bën, janë trazimet e mbrëmshme. Dhe ku beson? Si mund të jetosh pa besuar? A, tash mu pun pyt? Po dhe... Vetëm e tema është e gjërë, po... Shkurt. Kur kam njohë të mas mirëti, pak ma thellë, librat, e shajt që i ka shkru njeriu me teknologjinë e vetë, kam arrit me njohët mirë, në thellë. Sa ma thellë që një fej, aq ma larkë sa je. Ndërsa, sa ma shumë e beson dhe i mbyllë sytë, aq ma afër je. Dhe mu në një moment saktu, më ka dhënë dikush një mundësi mi hapë sytë. Ka ndihmu me mendu. Këtë është e mendimit. Gjithë shka fillon me mendimin. Dhe lexo diçka që e ke lexu dhe i tash tu e besum 100%. Lexo pak me një sy kritik, me një sy që mund t'jetë ndryshe, ose... Dhe kjo është një farcytje e mbrëmshme mund t'jetë, edhe intelektuale, sepse isha në fazën t'u formu. Edhe gjithsesi ka qenë bindje e pastër, pa qenë asit dit i orientum kundër dikuj tjetër. Mirë po është thjesht bindje njerëzore. Edhe si përjetim, më duket gjithni ma shumë jam ma afër ndjej vetën humanizmit, prej që jam kjo që jam. Unë një vetën shumë ma human. Këtë që ka bëj se bëj nga një detyrim qellor, hynor, po e bëj nga detyrimi im. Se unë mendoj që është e mirë. Sepse si e mirë, si parimi të mirës,
gjithmonë ka mu shpërndau dhe ka me ndihmu tjetrit. Ju falenderit. Ju falenderit shumë vërtet. Ne u diskutua për temën psikologjia besimit si temë boshtë dhe patëm mundësinë që të dëgjojmë perspektiva personale e profesionale nga panelistët, psikiatri Burim Meta, publicisti Pal Shtufi dhe virtualisht linguisti, studiusi i teologjisë monoteiste Ismail Kamberi. Ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen dhe kontributin. Nderuar shikues, mund të them se besimi, qoftë ai fetar ose jo, është reflektim i natyrës njerëzore. Për disa është dritë, për disa tjerë është iluzion, por për të gjithë mund të shprehet edhe përmes pyetjeve. Mendimet dhe qëndrimet e shprehura në këtë emision, jo vetëm në këtë edicion, janë pikpamje ose vrojtime e si të tilla nuk paraqesin domosdoshmërisht as qëndrime të vetë emisionit, të redaksisë apo të diskutuesve. Ju falenderoj që na ndoqët dhe ju rikujtoj se emisionin e plot mund ta ndiqni në kanalin Radio Televizioni 21 në YouTube, si dhe shkputje në platformat e ndryshme rrjetet sociale me logon 21. Aty edhe ju mund të bëheni pjesë e emisionit përmes shpalosjes së mendimeve tuaja personale, që shpresoj t'i bëni duke e respektuar vetë mendimin ndryshe, edhe nëse ju nuk pajtoheni. Ju falemderit e mirupafshim.